I rumbullaksu ndoshta një 10-11 vite krejt në gazetari, vendos njëri një jetë me bu një kthej. Normal, si çdo startup, 5 vjet e para janë jashtëzakonisht dinamike. Krejt qatë buxhet që na mretëm me bu mrena një viti, vendosëm me investu në produkt, me bu data forex. Përshëndetje të gjithëve, sot jam me Flandra Marmullaku, bashkë themeluese dhe kryeshef ekzekutive në Data Forex. Flandra, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Flandra, nëse mundesh me fillu me na tregu pak për prapavin tënde, qysh ke ardhur, tregona pak edhe për biznesin çka po bën. Okej. Unë po filloj me edukimin mas pari edhe me përvojën e punës që e kom pas derisa jam bërë ndërmarrëse. Unë i kom përfundu studimet në Universitet Prishtinës në degën e gazetarisë dhe pas asaj e kom përfundu një master prapë në Universitet Prishtinës që ka qenë krejt diçka tjetër në administratë publike dhe integrime evropiane. Qysh prej vitit parë të studimeve, jam kyç me njëherë në treg të punës edhe kjo ka ndodhur për shkak që prej kuriozitetit tem edhe që kom pas shumë dëshirë me njëherë me pa qysh bëhet puna në terren. Edhe me njëherë kom fillu punës, internshipin e pare kom pas bile në Bern, një jeta në Kosovë dhe si sot më kujtohet ju kom shkrujt një email si studente edhe ju kom tregu që jam studente në vitin e parë në gazetari, po më intereson me bu një punë praktike, me pa që shbohet puna, edhe ata me njëherë kam pranu me u bo pjesë e ekipit, edhe që ka qenë roli jam i parë me u përball me pa çka është kamera, çka është tereni, që shbohet një storje, që hulumtohet, etj. Pas asaj mandej kom kalu edhe në mediume tjera, po i përmendi kryesorët që ka qenë Klan Kosova, kom qenë pjesë e emisionit mëngjesit për 3 vite e gjys, ka qenë një eksperiencë fantastike, si e re me një format të ri që patë mësjell në Kosovë në atë kohë, storjet cilat kanë qenë ma interesante, me fillu mëngjesin me diçka ma pozitive për publikon, edhe aty kom kontribu për 3 vjet e gjys. Dhe pas asaj ju kom bashku ekipit të Radios Evropa e Lirë si web editor, ku kom shërby për diku 7 vite e gjys. Do me thonë i rumbullaksu ndoshta një 10-11 vite krejt në gazetari, dikur edhe pse e kom pasion ende si profesion e du shumë, po vjen një moment që vendos njëri një jetë me bu një kthesë dhe mendoj që nuk është gjithçka e përhershme. Unë në të njëjtën kohë, sa isha duke punu gazetare, në vitin 2017 u bëra nën për herë të parë, edhe profesioni i gazetarisë është shumë kërkues. Është jashtëzakonisht dinamik. Kom pas raste kur shumë problem ka qenë me menaxhu pjesën me rrit një fëmijë, sidomos kur është fëmia i parë dhe din ç'është është ajo që duket që po hub shumë, që nuk po rrin, jo mundu me kompenzu normalisht ankohen, po kom pas raste ku kom punu pasdite, kom punu vikendeve, ka pas situata të jashtëzakonshme, zgjedhje, protesta, situata tepër që ti nuk mundesh me thonë unë e përfundova orarin. Edhe tash telefoni jam nalët edhe se kom e rrit fëmijë dhe kom punë tjera. Në gazetari qaj balanci që diskutojmë sot work-life balance nuk është shumë eksistent. Se tash ndoshta është edhe te kapacitetet, ndoshta ka mujt me qenë disa raste që se secili jemi të zaventësueshëm, po edhe si profesion është shumë kërkues. Ti duhesh me qenë ton kohën online, se mundet me ndodhë diçka edhe thjesht është një farë sakrifikimi, sikur kur punon shëndetësi ose dikon që duhesh me qenë aty, aktiv. Vendngjarjes, po. Mandej pas disa viteve, 2020, edhe fëmia i dytë, në qatë dinamik, plus pandemi, filloj me u bo normal, me u kompliku pak ma shumë edhe pjesa e menaxhimit e këto, se unë e knej isha shumë e angazhume me punë, knej pjesa e fëmive, po nuk ka qenë ndoshta veç që kjo njëna prej arsyeve pse unë e kom vendos me u tërheq, se prap e gjej njëri një model të funksionimit, po thjesht erdhi moment që unë ndoshta edhe si natyrë, falni, jam pak ma sfiduese, e kërkoj sfidat e reja edhe jam shumë kërkuese në aspektin kom qef me pa çka mojën e ma shumë, çka kom ma shumë kapacitet me bo. Dhe thema së pari që ke fillu me qatë kuriozitetin në praktikën e parë,
qysh me shtin punë këtë edukimin që e ke marrë. Po se nështë edhe eksperiencën 11 vjeçare në gazetari qysh me përpunun diçka tjetër. Që ajo është edhe pjesa e edukimit, për shembull, të na gazetari fatkeqësisht në atë kohë kur kam studiuar, tash nuk e di sa ka avancu, po nuk ka pas shumë praktik, domethënë ti çka do që ke mësu ka qenë teori. Nuk e ke ditë çu zhvillohet çaja punë në terren, domethënë te ke mësu vetëm në libra, çysh roli e një gazetarit, çka është, ka pritet, çu bëhet një lajm asë. Edhe mua më ka ndihmuar shumë as ne me pas edhe pjesën praktike, po ka qenë iniciative jamja, se unë vetë kom dash me eksploru ma shumë përveç studimeve. Edhe i kom po dyat paralelisht. Pastaj pas kësaj kom punu një pjesë në vitin 2021 në fondacionin Ahjaga. Pas kësaj unë me partnerin tam Shpend Ahmetin, konsistentin që Shpendi ka qenë pjesë përveç punave që i ka pas në 15 vjet e fundit, nëse s'gaboj, ka punu në Deloitte për Kosovë dhe në nivelin global. Edhe ai ka qenë më shumë i ekspozuar pjesën e projekteve, përmirësimit proceseve, të bizneseve, digitalizimit e krejt këto. Edhe na i kemi pas gjithmonë diskutim, e kemi pas vizion shumë më herët pjesën e Data Forex që sot ekziston. Për shkak që gjithmonë të u marr me projekte edhe të jashtme gjatë punës që unë e kom bo, po edhe Shpendi në punën që e ka bo, e kemi pa që të nevojën për me pas qasjen dhona kualitative, po edhe për me i pas dhonat krejt me një vend që ty ta letëson, me bu një analizë, me bu një ullumtim, me dal me një dhonë sakt, me një studim sakt. Në vitin 2021 dhjetor në fond, domethënë, pasi u largova prej fondacionit, ne vendosëm me hap biznesin. Në atë kohë Shpendi ende ka qenë pjesë e Deloitte, domethënë unë e mora iniciativën që e kemi këtë vizion, është diçka që na e kemi studiu tregun pak a shumë edhe shohim që ka nevojë për një shërbim që na jemi të dashur me ofru. Edhe në atë kohë fillum, domethënë me kompaninë që emri tregtar ende ka Talent Management Services, fillum me ofru shërbime të konsulencës për pjesën e burimeve njerëzore, po edhe të rekrutimit, ku jemi marrë me shumë pozita në software engineering, edhe pozita në nivelin senior, në sektorin financiar, po edhe në sektorin e kompanive të teknologjisë, që ka shku shumë mirë. Po, për tregun lokal, domethënë kemi ndërtu ekipe për tregun lokal, po edhe për kompani që kanë vendosur me hap branch në Kosovë, na ajo kemi ndërtu ekipin prej fillimit. Edhe pjesën e studimeve, për shembull, kemi bu studimet kompenzimit pagave, që pagat në sektorin financiar, në sektorin ICT-s, që e kemi vret prej asaj që po ka kërkesë. Se domethënë sa më shumë që na jemi marrë me atë punë, edhe është përnda si muhabet që është një kompani që po mirët me dhona dhe me qëto analiza, domethënë pa e pasta ende platformën ekzistente, e kemi vret që të rritjen e kërkesës. Kemi marrë kërkesa 3, edhe kemi pa që për një me është diçka që pjesa e dhonave është të mungu, edhe kompanit po dojnë me orientu ka që kjo me marrë një vendim taman me të u bazu në numra. Edhe normal, si çdo startup, hala jemi 4 vitet e para, unë mendoj që nuk kryhet kurrë ajo pjesa e sfidave, po sidomos 5 vjet e para janë një sfidë pak ma e madhe, me krahasu ndoshta me pjesën tjetër, për shkak që është një farë fillimi. 5 vjet e para janë jashtëzakonisht dinamike, edhe vendosëm me fillu me ndërtu platformën, që ka qenë komplet investim i jone, me krejt ato që na kemi arrit me fitu prej shërbimeve që i ofrojshim, me rekrutim, me pjesën e studimeve dhe këtu. Dhe krejt qatë buxhet që na mretëm me bu mrena një viti, vendosëm me investu në produkt, me bu Data Forex. Edhe ajo i bjen pe provojmë, nëse djegëm, s'kemi qa me bu. Adin nuk ka outcome që ti thu, unë e di 100% që ka me funksionu. Është thjesht test. Flondër një moment përcaktues, pe kuptoj që domethënë edhe ti me krit ekspozime ndër vite në gazetari edhe nështë edhe në përpilim në histori ke pas nevojë mu referu dikon në dhona cilat Kosovës i mungojnë
ju jeni të e bu një punë të jashtëzakonisht mirë me plotësu këtë se edhe bizneset po vedisohen që ka nevojë mos me punu veç me intuitën, kështu tahminin po me mirë po me pas ma shumë mbështetje në dhona, sidomos nëse dojnë me pas investime ma substanciale ose edhe jashtë vendit. A keni moment kështu ku thot mundemi me i shërby një 2-3 klientet në qofse e pat atë momentin kështu përcaktuar apo ke më shumë si një zhvillim i natyrshëm prej eksperiencave të dy partnerëve që jeni në biznes? Po, na që thash para se me fillu biznesin, prej angazhimeve që i kemi pas në për projekte të ndryshme, e kemi vrit që qasja ndona është shumë problematike. Nëse na vetë kemi dash me bu një studim, na ka marrë shumë kohë. Derisa ke hyti në secilin institucion me i nxjerr ato dhona që janë shumë të shpërndame, se dhonat institucioneve nuk komunikojnë mes vetit. Do më thonë, ty hen në administratat timore i merë veç dhonat e bizneseve, hen bankë qëndrore i merë vetëm dhonat e BÇK-s, hen aty, po nuk ka një farë komunikime. Gjithashtu? Nuk janë të unifikume. Është agjencioni statistikave në nivel makro, po fatkeqësisht nuk ofron diçka shumë çka ka nevojë sot tregu, domethënë ajo tash ndodh për shkak kapacitetit ose asaj, po na me platformën që e kemi kriju jemi të e lujt faktikisht çat rol për sektorin privat. Për shkak që na i kemi shti krejt çdo dhona me një vend, të fillu prej nivelit makroekonomik me pati mas pari Kosovën me një, domethënë zoom out, që shëndron në aspektin e inflacionit, GDP-s, papunësisë, çka do që intereson investitorëve ose bizneseve, po ato me krahasu mandi edhe me shtetet e Ballkanit Perëndimor, me krahasu edhe me shtetet e Bashkimit Evropian, me mujt me pas se ku qëndrojmë si trend dhe sa jemi afër me ase. Mandi kemi kriju për herën e parë norma referente ose benchmarks që i përmene, për me pa një biznes se krejt e kemi zakon për shembull me thonë unë jam më i mirë, në treg unë jam më i madhe, unë jam, po cila është që ajo njësia matëse, me të kupe referanti që je më i mirë. Se tash se cili kemi qef, po me numra, na e kemi kriju prej pasqyrave financiare, një database të normave referente, ku hënë si biznes edhe eshe ku qëndron industria edhe ku jeti me qato KPIs. A je në qatë nivel, a je ma poshtë, nëse je ma nalt pas ke zbulu diçka të re, kështu që edhe ka forma për me pa një biznes. Mandi pasqyrat financiare i kemi digitalizu komplet prej vitit 2013 deri sot 2024. Dhonat e doganës, import, eksport, deri në nivel produktet, dhonat për secilin biznes, sektor, do me thonë ka analizat pa numër ta që mundën mu bu. Po gjithmonë thëmë, kjo është veç verzioni i parë që na e kemi bu, duke e ditë çka po kërkon tregu, po dhe çka na ka ndihmu është na prej fillimit, jemi taku me biznese, institucione, edhe organizata, edhe e kemi marrë një feedback. E kemi tregu çka kemi ndërtu, edhe për shembull, çka po duhet ty si jetë në sektorin e ICT-s, në aspektin e dhonave. Edhe që ajo na ka ndihmu shumë asne me ndërtu mbi qatë bazën e parë, që me ju përshtat edhe nevojave të tregut. Edhe sot kemi arrit me i shërby disa prej kompanive kryesore në sektor kryesor në vend, ku hyn bankat, ku hyn sektori i retailit, i prodhimit, i ICT-s, po edhe projektet shumëta me donatorë dhe organizata që mbështesin sektorin privat. Kush janë përdorues më të mëdhej, çush është perceptu në treg, çush është pranu në treg produkte edhe kush po e përdor më shumë? Në treg, çush thash, unë ende e konsideroj që gjithçka është një farë testi. Ti lanson produktin në fillim, ndoshta aty ta merr mendja që ti ke bu shumë mirë dhe gjithçka është fantazi, do me thonë nuk ka kur farë vrejtje, se ti e ke mendu që ashtu e ke bu një farë vlerësime, po tani kur e lanson në treg, mund është me u përballë edhe me gjana që ka pas nevojë për diçka tjetër, ose ka nevojë me shtu diçka, ose ka mujt mu bu diçka ma ndryshe. Po që ajo të ndihmon shumë, unë mendoj që pa e lancu, nuk mund është me ditë edhe sakt çka është të kërku tregu. Na fatmirësisht e kemi pas një feedback shumë mirë për shkak të mungesës së një platforme të tillë në Kosovë. Po mundem me thonë edhe në rajon, se na e kemi bu një hulum tem para prakish me po, a ka një vegël të tillë që ofron këtë lloj shërbimi, që ofron qasje në dhona për rajonin
me mujt me dalë, me studime, me bu analiza pak ma të thella. Jo vetëm qasje në statistika, po me mujt me nxjerr një historie, një insight, çka po na tregojnë veç ta numra. Me dalë, apo kanë kapacitete në departamente analizave, kështu diçka kompanit, apo jeni jo që shërbeni një farë mënyrë edhe në interpretim edhe me ja dhonë qatë inteligjencën e biznesit, mësej. Tash pikrisht që e përmende, na e kemi lujtë këtë rol, edhe po vazhdojmë me lujtë këtë rol. Për bizneset, mundet me qenë kosto, edhe është e vërtet që është kosto, me pas një business intelligence unit. Për shkak që duhet kapacitet njerëzor, duhet kapacitet teknologjik, edhe ka shumë aspekte që hynë aty. Me fillu ti si biznes, me ndërtu diçka prej fillimit vet një vegull ose me kriju ekip, do më thonë, taman të specializuar për këtë pjesë, është, do të thonë, punë shtesë, kosto dhe gjithçka që vjen pasoj. Kështu që na e kemi po që për këto e patëm kriju dhe trajnimin për business analista, tu e po që të mungesën që bizneset disa raste nuk kanë njerëz të caktuar ose që e kanë çat pozitë, por nuk dinë ndoshta me marr kërkesën si duhet, edhe te pjesa e analizimit dhonave kanë ngecje, do më thonë, nuk janë shumë të zhvilluar. Edhe ne jemi të mbështet bizneset me këtë pjesë, do më thonë, përveç qasjes në platformë, ne jemi duke luajtur rolin e business analistit për biznese, që mos me pas nevojë me kriju një ekip, por ne bëjmë pjesën e analizës, me monitoru konkurencën, me monitoru produktet që ti danë, pjesën e çka do që ti si biznes ki nevojë me monitoru në aspektin e dhonave, duke e pa këtë zbrasti në aspektin që, ose pjesën që biznesetve ju duhet shumë kapacitet për me ndërtu një ekip të business intelligence. Ne kemi luajtur rolin e mbështetjes dhe po vazhdojmë me qenë pjesë mbështetëse me pjesën e ofrimit përveç qasjes në të dhëna, edhe me pjesën e studimeve që ne i ndërtojmë për kompani varësisht prej nevojës që ata e kanë për qasjen në dhëna. Këto jemi duke e bu edhe si vjetë, po kemi me ndru formatin pak për shkak që jemi duke e bu një verzion 2.0 të platformës, ku kemi me zhvillu ma shumë automation, edhe me introduce pak edhe pjesën e AI, që është shumë e nevojshme sot, edhe bizneset kanë me pas mundësi që me hy vetëm platformë edhe me gjeneru vetë studime, edhe çka do që ata kanë nevojë me dhonat që janë brenda platformës, edhe jo me u varë shumë prej kapacitetit njerëzor. Do të thonë as prej neve, as prej ekipit tyre, po ka me qenë platforma që ajo që kam ja ofru komplet këtë proces. Ma e vetë qëndrueshme. Ma e vetë qëndrueshme, po. Okej, shumë interesant. A patet kështu një strategji specifike, sa e një on data forexin, do më thonë është prej që një edhe në ndërtim e sipër, një kompani për kredibilitet të dhonave. Do më thonë që ato që e merë në inteligjencë biznesore ose dhona ma raw, që shumë thonë, ma të pa përpunume janë shumë kredibile. Qysh e keni ndërtu qëtë kredibilitet? Qëfar strategji tjera, nështë keni punësu gjatë rrugtimit për me mujt me te kalu edhe disa nështë skepticizëm për ekosistemit, për bizneseve që keni mujt me punu, ose qka ju dy si ndërmarë, si bashkë themelus, keni prun të avëllin kështu që me te kalu? Puna me numra është shumë e ndihshme, është jashtëzakonisht e vështirë, për shkak që një gabim shumë i vogël ta humb normalisht krejt reputacionin. Edhe në prapavi është bo një punë shumë e madhe, veç pjesa e digitalizimit që në dhonave ka qenë një proces edhe vazhdon me qenë normalisht në veti shumë kompleks, për shkak që mundesh me gabu dikun shumë lehtë diçka që ajo mandejt kushton. Po kemi qenë jashtëzakonisht kujdesshëm këtë aspekt, ju kemi kthy gjanave shumë herë, ka qenë shumë e lodhshme vetëm për me siguru që jemi shumë të saktë dhe korrekt me ato çka pe ofrojmë. Qëllimi jonë është patjetër, prej fillimit edhe këto e kemi, domethënë, kryesorën në misionin ton, besueshmërinë. Kjo mendoj që është edhe që ajo shërbimi ose vlera ma e madhe që na e ofrojmë. Për te numrave sa klienta ke arrit me i bo, mendoj që kjo pjesa e kredibilitetit është ma e rëndësishmja. Edhe nëse i shërbem vetëm 2 klientave, po je kredibil, ajo mandej ka me të cilë ty prap edhe klienta tjerë, edhe ka me të ndimu, ka me të leju me urrit edhe me u zhvillu. Kështu që në këtë aspekt jemi mundu dhe mundohë me mbajt shumë këtë pjesë që sot njëve na u ka prodhu me një, po mendoj,
sukses në pjesën në Kosovë, sa jemi zgjeru, edhe në rajon, do me thonë jemi duke qëndru shumë mirë. Po, gjithmonë është normalisht është një stres, nuk është e thjesht, nuk është e lehtë, po nuk kemi pas fatmirësisht deri sot asnjë problem në këtë aspekt dhe kjo na ka shpërbly me këtë pjesën e shtimit të klientave, të referencave, edhe me marrë një rol të liderit në aspektin e dhonave, sa i përket tregut Kosovë, ku na është jap mundësia me marrë pjesë edhe në konferenca shumë të mëdha, edhe në tavolina kyçe të institucioneve, bizneseve në Kosovë, për me i ndihmu në këtë pjesën e dhonave. Po mendoj që nuk ka pas ndaj strategji në aspektin policy, ose qysh na kemi bu një proces, qysh ka me shku, që kjo, po mendoj që pjesa e biznesit është krejt, dush me qenë shumë observuesi mirë. Të në kohën është observing, me po qka... Me lëviz me tregun, me nevojat. Me lëviz me tregun, me nevojat, me po qka po kërkohet, qysh po reagohet, që po thot me testu. Me bu një test A, me po qysh po funksionon për dikon, me bu një test B, me po mos po funksionon për dikon tjetër. Thjesht është të në kohën me po qka po kërkohet. Ka njerë te që po thot, që e përmenda dhe në fillim mendon, e ki një strategji dhe mendon që kjo është ma e mira, që kjo ka me funksionu. Po nuk është gjithmonë. Shumë startupeve e bojnë këtë gabim që menojnë që në bubble të vetën e kanë kriju një produkt që ka marrë shumë kohë, është diçka shumë i avancum, e nuk e vënohen me qitë në treg edhe me testu me pas ai produkti më i mirë është ai që zgjidh një problem në treg. Nëse nuk e din ose nuk e ke tentu me zgjidh problemin në treg, mund është me nejt pak kështu një iluzionin tënd mrena ekipit. Na versionin e parë kur e kemi lansu ka qenë shumë larg prej asaj çka kemi sot. Po që e përmende na lansimin kur e kemi bu, kemi qenë gatshëm me zgjidh një problem. Edhe klientat e parë kur i kemi kriju, na kemi shku me një zgjidhje të problemit. E kemi ditë paraprakisht edhe problemin që çaj biznes në sektorin e tij përballet. Edhe çajo neve na ka mundsu me marrë klienta shumë këç që sot i kemi, për shkak që ti vetëm e ke bu detyrat e shtëpisë para se me shku, e din me çka është u përballë çaj biznes. Po mendoj që arma më e fortë për neve ka qenë edhe vazhdon me mbet çajo know-how ose çajo pjesa që e njohim shumë mirë tregun, nuk ofrojmë vetëm teknikisht zgjidhje. Po e dim shumë mirë aspektin ekonomik të Kosovës, edhe jemi në gjendje me i ndihmu çdo sektorit me pjesën e dhonave për shkak që e njohim shumë mirë problematikat e tyne, po edhe ofrojmë zgjidhjen për problematikat e tyne. Flander, sigurisht krej kjo punë nuk është bo në mënyrë individuale, sigurisht keni ndërtu ekip. Falna pak për ekipin, kulturën, që keni ndërtu, që ka po lëpni të njerëz, a ka evolua jo me evolimin e biznesit, që ka keni lip me fillim, ose tash mas 4 vjetëve? Normal, na e kemi kriju kompanin, normal njëherë kemi fillu vetëm na 2, po shumë shpejt kemi fillu me angazhu edhe njerëz tjerë, për shkak që është e pamundën. Po në fillim normalisht shumë varesh prej aspektit financiar, nuk mundesh me marrë njerëz edhe mos me mujt me i mbajt. Na e kemi pas qëllim gjithmonë që nëse e marrim dikon, me qenë gatshëm me i ofru pagë që atij personi për një periudhë më afatgjate, jo vetëm me marrë dikon se po na vyn shumë shpejt na me zgjidh një problem. Edhe njëherë kemi dashur me kriju një siguri që na jemi të gatshëm me ofru paga. Normal, fillim kemi fillu njëherë me një, mas ne kemi shtu dhe një, jemi bu 2, 3, 4, edhe qështu ka fillu të zgjeru ekipit, të ndru zyret, njerë për një zyre shumë të vogël, ndro edhe një, po edhe që kjo është ai, po mendoj që çto e sheh atë procesin e evoluimit në biznes, kur e sheh ndryshimin të ndodh, prej diçka shumë të vogël, fillon të zgjeru që ajo zyre pak më të mira, pajisje pak më të mira, staf pak më shumë, edhe e sheh që për një me po ndodh. Krejt që ajo përpjekja jote është të prodhu rezultat mirë. Normalisht kur gjë s'kish ndodh pa pas ekip. Ajo është tepër e nevojshme edhe ata janë pjesa që e kanë zhvillu produktin tonë Data Forex deri ku është sot. Na kemi mujt me pas vizionin, edhe jemi që ata që qëndrojnë prapa asaj si duhet me u duk Data Forex edhe si duhet me vazhdu zhvillimi i saj, po pa i pas njerëzit adekuat që ta bojnë qatë zhvillim, po edhe që besojnë në qatë zhvillim, është e pamundën. Te pjesa që ka kërkojmë prej ekipit, për shembull që e përmenda,
Mendoj që kur bosh pjesën e startupit, është pak ma ndryshe se sa kur bosh pjesë në një korporate. Kërkesat janë të ndryshme. Ekspozimi është i ndryshëm. Ti mundesh me shku me punu me një korporat të madhe, me një kompani nështë që bën outsourcing ose çka do që është shumë e mirë zhvillume dhe i ka kalu këto sfidat që i kalojmë na si startup. Po ndoshta kime lujt një rol shumë mekanik. Aty që zhvillimi yt ka me qenë vetëm në disa punë që i kryen brenda një departamenti, po nuk është një farë ndikimi që ti e bën ose që jetu kontribut direkt në diçka. E në startup, punën që e merr, sidomos tek ne, është diçka shumë direkte, do të thonë ti duke u marrë me një zhvillim, një produkti, jetu pas ekspozim ndaj që aty në klientave për kupton problematikat e që aty në klientve, jetu u marrë direkt me ta, është zhvillim ma dinamik, ma i shpejt, ishe sfidat, ishe ato, do të thonë është shumë dallim i madh edhe di edhe prej përvojës tam në kur kom punu dikon, edhe sot që është do të thonë e jam. Po na nuk e kemi këtë metodën jemi mundu pak edhe me qenë shumë ma fleksibil, jo controlling, jo në pjesën me kriju një ekip që normalisht do të me pas procese e krejt, po unë e besoj shumë që sot secili e den edhe duhet me ditë kur e merr një vend punës me qenë i përgjegjshëm për çka e ka marrë çat vend punës. Edhe nuk duhet unë me qenë që ajo që ja kujtoj që duhet me punu, edhe që i rrim mbi kry, se ajo edhe për mua është shumë humbje kohe, se kam shumë angazhime tjera, unë e pres rezultatin normal prej teje, se ti e ardhë për këtë punë këto. Edhe të lot lirë me zhvillu vetën, me ju japim kohë lirë kur kanë prej projekteve që i kemi, me kry edhe një trajnim rrana orarit online, ose me bu diçka, stimulojmë tan kohën që me u avancu, po edhe me shpreh mendimin e vet lirshëm, me perspektivën e vet, po mendoj që ajo koha e mikromenaxhimit ka kalu, edhe pse në disa raste ka persona që nuk munden me funksionu pa u mikromenaxhu, nuk e kanë vetë iniciativën, edhe ato e kemi provu, po dyqysh mundosh me u përshtat. Edhe në është thjesht dush me ditë që pse na jemi udhëhec, nuk e kemi gjithmonë mas mirëti, ka kërkesa. Shumë lidera me një vend, mund me shkak të probleme. Mund me po thjesht vetëm me qenë dyqysh, me kuptu që krejt jemi në qëtë rrugë bashkë, edhe me pas motivimin e njëjtë, ndoshta se kanë sikur na, se ke fundit është kompania jonë, na kemi qëllime të ndryshme prej stafit, po me u mundu mos me pasi diçka fat shkurtë, me pa pjesën vetëm pjesë të çati procesi edhe çati rezultati bashkë me kompaninë. Falem konsiderueshëm, po nështë me 2-3 fjalë shumë konkretisht ndikimi i biznesit juaj në ekonomi. Në Kosovës. Qysh po mendoj që ka shumë po du me një prej ti, mos me i formuluon, po qof prej nështë kursimeve të investimeve potencialisht të dështume të bizneset që mujnë me i bo jo në vende adekuate, ose në ngritjen e kapaciteteve që fole për analizë, për data analyst, ose në ofrimin e një pasqyre ma të qartë ekonomisë, të zbrastirave ekonomike, të mundësive ekonomike, edhe për investime prej jashtë, qysh për vlerësoni që ka jeni të provu me bo më tutje që me i përmbush një farë mënyre më shumë këtë ndikimin ekonomik? Na kemi arrit me platformën që e kemi kriju, ndoshta edhe me ndru naracionin pak qysh flitet për dhona. Kemi parë raste të kalumën që ju referuan shumë dhonave outdated, ose që nuk janë ma të fundit, ose që flitet për shembull i referohet disa dhonave që në viteve të kalume që nuk tregon kur gjë për realitetin sot. Kështu që na kemi qëllim gjithmonë me fol tamam për 2025 çka është ndodhur dhe historikisht. Po gjithmonë me qenë shumë në rregull me dhona deri në vitin ose muajin që jemi duke fol. Po mendoj që në këtë aspekt kemi shërbyer shumë në pjesën se si vlerësohet pjesa e dhonave, në ngritjen e vetdijes të bizneset, po edhe të institucionet. Qështash kemi pas mundësi me u taku me shumë institucione që na nuk kemi kërku kur gjë ma shumë, vetëm një bashkëbisedim që edhe institucionet me pas një ide
çka prej perspektivës tonë dhe prej eksperiencës tonë me biznese, çka është të mungu në këtë aspekt dhe çka mundën ata me përmirësu që me ofru një kualitet më të mirë dhonave që automatikisht na shërben edhe neve, i shërben edhe tregut, edhe përmirësohet komplet si proces. Domethënë kjo na ka ndihmuar shumë, po besoj të dy palëve dhe kanë qenë shumë të hapur, sidomos institucionet regulative që më ndëgju nëse unë jam të i përdor dhonat e tua, është një anomali që unë e kom vrejt gjatë raportimit që ju e bani edhe duhet më u përmirësu se nuk mund është me hi me bu një analizë për sektorin e pijeve edhe me dal Coca-Cola si produs vendor, që ka ndodhur në disa raste. Ajo është komplet import edhe u dash disa gjana me i diskutu në disa aspekte, se ajo e përmirëson kualitetin e dhonave, përmirëson raportimin edhe ty kur hën si investitorës e dikush, e merr një dhonë sakt, e merr një analizë të sakt. Kështu që po mendoj që në këtë aspekt kemi pas dhe jemi të vazhdu me pas goxha shumë ndikim në këtë përmirësimin e aspektit qysh vlerësohen dhonat edhe që bizneset çdo ditë më shumë me kuptu që pa një analizë mirëfillt, as nuk mundesh me hyrë në tregti, as nuk mundesh me marrë një produkt të ri, as nuk mundesh me ditë ku je në raport me konkurrencën, as nuk mundesh me kuptu tregun, kështu që këto po e shohim dita ditës që prej kërkesave që po vazhdojnë me u rrit, që po i marrim që në këtë pjesë ka pasur ndikim lancimi i Data Forex për shkak që kemi qenë pjesë shumë diskutimeve edhe me analizat që ne i kemi ofruar deri sot, e kemi kriju këtë pjesë. Pastaj për ndikime tjera, normalisht që e përmende për një investitor i cili vjen edhe don me pa se ku ja vlen me investu, ku është çaj kthimi i investimit më i madh, pse unë me investu në qëtë sektor, kur nashta mëjnë këtë tjetrin, ose ti mendon që këtu është më mirë, po me numra del diçka krejt tjetër, këtë pjesë domethënë na jemi tu e ofru prej fillimit edhe për pjesën e investimeve, që me tregu tamam çka është potenciali i Kosovës, me ditë çka ja vlen, çka nuk ja vlen, për çka mos me humb ku me harxhu pare, ku mos me harxhu pare. Kështu që për këtë pjesë Data Forex sot është ju shërby që e përmenda sektorit privat në përgjithësi jashtëzakonisht shumë, edhe institucioneve që përdojnë me ndërtu politika, e përdojnë me u bazu tamam në dhona, po edhe projekteve që po i mbështesin sektorin privat, kanë shumë interesim edhe kemi bu shumë partneritete deri sot për pjesën e përmirësimit kualitetit dhonave. Amazing. Shumë mirë, Flander, jene me një fushë të biznesit shumë bagi unike, me jo shumë konkurencë në treg edhe ka shumë knaqësi me një komplet storje nështë edhe zhvillimin. Nështë kitë për fund, dikush që donë me ju kysh ndërmarrësisë njëri në Kosovë, çka këshilla e kiti për ta? Shumë përgjithësi me jap një këshill, po munduna në aspektin prej përvojës personale, po. Është shumë e vështirë. Tash duhet me ditë, domethënë është si në Kosovë, si gjithkohë është shumë e vështirë për shkak që është diçka që kemi filluar prej zeros, nuk e din çu ka me qenë rezultati në fund, është edhe rrezik, edhe sfidë edhe gjithçka që vjen me to. Po çaja është edhe një kënaqësi në krejt këtë proces. Kryesorja është me besu në vizionin që e ki. Kanë me dalë rrugës shumë njerëz, shumë situata që nështë kanë me ta bu bajat, nështë kanë me thonjone e kësha bu pak ma ndryshe, pak ma mirë, pak ase, po kur e ki fokusin taman edhe beson në qato që je ka donë me ofru se me ndërtu, unë e mendoj që ajo është qelësi i suksesit, edhe normalisht disiplina, konsistenca. Kemi u dëshpru disa herë, shumë herë, jam dëshpru edhe vetë, 100 herë, si në aspektin financiar dëshpruar, si prej lodhjes, si prej shumë rrethonave që janë pjesë e këtij procesi, po që kjo është ndërmarrësia si procesën veti. Thjesht besoni shumë në ato që ka doni me bo, mos u friksoni me hy në pjesën e ndërmarrësisë, është diçka që lyp jashtëzakonisht shumë punë, jashtëzakonisht shumë përkushtim, por që në fund ja vlen. Edhe mendoj që kena nevojë shumë, jemi një vend me shumë kapacitet, me tri shumë të aftë, edhe në aspektin e teknologjisë, edhe në aspektin e gjuhës, edhe mendoj që është potencial që nuk duhet me u qu dam. Edhe pa tjetër,
inkurajoj krejt kushdo që ka ide, provojeni. Ma mirë është me provu se sa me mendu qysh i shkon ma mirë, me provu dhe me lonë krejt këtë pjesë. Tamam me marrë në dorë që të ardhmën tonë dhe me kriju një perspektiv për vete. E për juve që jeni tu e zhvillu biznisin në age of data, where data is gold, shumë suksese, Flander, falenderoj shumë që e ndove historinë me shumë sinqeritet dhe sfidat gjatë rrugtimit, suksese tutje. Faleminderit shumë, knaçi.